Përshëndetje miq të radios Ringjallja, jemi si çdo javë në intervistën e ditës në studion me zotin Miron Çako. Miron, faleminderit. Kemi hyrë në gjysmën Pentikosti. Tani do na shpjegosh si fillim çfarë është Pentikostia, cila është rëndësia e saj dhe si duhet ta kuptojmë ne si popull i thjesht, si besimtar. Po. Gjysmë Pentikostia është periudha gjysmë 50 ditore. Sepse Pentikosti vjen nga greqishtja e thot 50 ditë. Pra nga dita që ne kremtojmë Pashkën e Zotit, presim edhe 50 ditë dhe mbas 50 ditësh ose në ditën e 50 ne kremtojmë Pentikostin. Që do thot zbritja e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt, dhe kjo ndodhi në Jeruzalem. Që i thon 50 ditë mbas ngjalljes së Krishtit ose 10 ditë mbas ngjitjes tij në qiell. Është një ngjarje historike për Kishën, është dhe quhet ditëlindja e Kishës, sepse Shpirti i Shenjtë që zbriti me fuqi tek apostujt i transformoi apostujt nga frikacak që ata u treguan kur u kryqëzua Krishti, ata morën kurajo dhe dolën përpara turmës dhe predikuan për kryqëzimin dhe ngjalljen e Krishtit. Nga peshkatar u bën teolog, pra me një urtësi që erdhi prej së larti, dhe aq më tepër në atë ditë u pagzuan 3000 veta. Nga të gjitha ata që ishin pjesë e popullit jude që kishin thënë për Krishtin kryqëzoje, ata u penduan nga predikimi i apostullit Petros edhe u pagzuan 3000 veta, prandaj dhe quhet ditëlindja e Kishës. Fillon Kisha dhe kjo ndodhi në vitin 33 mbas Krishtit, fillon historia e Kishës. Dhe në ditën e Pentikostit kemi dhe diçka tjetër, një fenomen hyjnor që apostujt predikonin në gjura të ndryshme, siç indikonte Shpirti i Shenjtë, duke dhënë të njëjtin mesazh. Dhe duhet dim se gjurat janë diçka të krijuar nga Perëndia. Në fillim njerëzimi kishte një gjuhë, pastaj në kullën e Babelit, kur ata u bashkuan duke pasur një gjuhë për të ndërtuar një kull, që kjo kulla të arrinte deri në qiell dhe ishte më tepër një mendim për të shkuar ose në një farë mënyrë për të konkuruar me Zotin, atëherë Zoti ja u prishi këtë kullën sepse ndryshoi gjuhët ose dha gjuhë të ndryshme. Dhe kemi ndryshimin e gjuhëve dhe krijimin e popujve. Por me ardhin e Shpirtit Shenjtë, gjuhët që ishin mallkim, që njerëzit mos bashkohen në të keqe, u bën bekim që njerëzit t'i përdorin gjuhët për të thënë të njëjtin mesazh që Krishti u kryqëzua dhe u ngjall. Prandaj që nga ajo kohë Kisha Apostolike ka filluar misionin e saj për shkuar në gjithë kombet, prandaj quhet dhe katolike, është e përgjithshme, universale, apostolike sepse është themeluar nga apostujt, ku gur qoshe është Krishti, që është apostulli i Atit bashkë me Shpirtin e Shenjtë, dhe quhet dhe ortodokse sepse ai nuk devion as majtas as djatas. Dhe Pentikostia për ne është shumë e rëndësishme, sepse ngjallja e Krishtit bëri të mundur që të mundej armiku më i madh që është vdekja. Por në qoftë se nuk do vinte Shpirti i Shenjtë, mundja e vdekjes do ishte vetëm për Krishtin, nuk do ishte për racën njerëzore. Shpirti i Shenjtë e bën të mundur që neve me anë të Shpirtit Shenjtë që buron nga Ati dhe dërgohet në botë nëpërmjet Birit, atëherë ne bëhemi krishtër dhe mundim vdekjen e para shpirtërore, pastaj trupore. Pra, duhet dim se Perëndia është një, por në 3 persona, Atë, Bir dhe Shpirti i Shenjtë, për ta kuptuar më qartë veprimi i Perëndisë është Ati mendon, Biri thot, Shpirti i Shenjtë i kryen. Prandaj Shpirti i Shenjtë është i domosdoshëm dhe pa Shpirtin e Shenjtë ne nuk mund të bëjmë asgjë çfarë kërkon Perëndia në Krishtin, ai na aftëson dhe ne marrim Shpirtin e Shenjtë në ditën kur mirosemi. Prandaj në Kishën Ortodokse kemi një shërbes me 2 mistere, është pagëzimi me ujë dhe pagëzimi me Shpirtin e Shenjtë. Pagëzimi është pastrim, ndriçim dhe shenjtërim, kurse mirosja është zbritja e Shpirtit të Shenjtë, siç erdhi mbi apostujt, vjen dhe tek secili për nesh dhe na vulos, na bën krishtër dhe na mbush me dhuratat e tij që janë dashuri, gëzim, paqe, zemërgjerësi, ëmbëlsi, mirësi, besim, vetëpërmbajtje. Këto janë dhuratat ose frytet e Shpirtit të Shenjtë. Dhe këto e bëjnë të mundur jetën tonë shpirtërore, e përmbushin jetën shpirtërore dhe në një farë mënyrë e bëjnë prezente mbretërinë e Perëndisë që është në qiell, në zemrat tona dhe midis nesh. Miron, a ndjejmë neve në brenda nesh ndikimin apo praninë e Shpirtit të Shenjtë?
Kur e marrim shpirtin e shenjtë, neve kur mirosemi, nuk kemi atë fenomen hynor që ndodhin në ditën e Pentikostis. Jo se nuk mund të ndodh, ajo ndodh, por është në mënyrë të padukshme, por prezenca e Shpirtit Shenjtë ndihet kur ke një paqe të brendshme. Në momentin që ti ndjen një paqe, që nuk të akuzon ndërgjegja, je në paqe me Zotin, je në paqe me njerëzit, je në paqe me natyrën, kjo është hir i Shpirtit Shenjtë brenda zemrës tënde. Ose kur e ndjejmë, për shembull, kur na vret ndërgjegja se kemi bërë një mëkat që ndoshta askush nuk e ka parë ose ka dëgjuar, ne kemi bërë me mendjen tonë ose në një vend të të padukshëm, por Shpirti i Shenjtë nëpërmjet ndërgjegjës që zëri i Zotit na nxit në pendim. Është Shpirti i Shenjtë që e kryen këtë. Pra, kur ti ndjen nevojën për pendes dhe për rrëfim, është Shpirti i Shenjtë që po vepron tek ty. Ose, për shembull, Shpirti i Shenjtë ndihet kur ne marrim fuqi të tekalojmë veten tonë. Domethënë të falim armikun, që nuk është diçka njerëzore, është mbi njerëzore, sepse njerëzorja është sy për sy, dhëm për dhëm. Është ajo ligji Talionit ose Akmarjes. Kurse Shpirti i Shenjtë na bën si Krishti, i cili tha në kryq fali o atë se nuk din çka bëjnë. Me aftësinë e Shpirtit të Shenjtë ne bëjmë të mundur që të falim armikun, ta bekojmë armikun. Ose e ndjejmë për shembull ku përballojmë situata që janë të vështira. Dhe ne nuk e humbim paqen, nuk çoroditemi, por kemi paqe dhe marrim fuqi mbi natyrore, jo ti anashkalojmë problemet, ti tekalojmë problemet. Tu pra bësh prezenca e Shpirtit të Shenjtë. Ose ka raste ku një njeri duke u lutur bën një mrekulli, një gjë mbi natyrore, por duke u lutur në emër të Krishtit. Çdo gjë që bëhet në kish bëhet nga Shpirti i Shenjtë. Dhe çdo gjë që bëhet në jetën tonë si besimtar, për të ecur në gjurmët e Krishtit dhe për të pasur një fund krishterë nga Shpirti i Shenjtë. Pra kështu ne e ndjejmë atë. Ndonjëherë ai bëhet dhe i dukshëm, për shembull shumë shenjtore kanë parë si një dritë, edhe si pullum shfaqet, por nuk shfaqet në këto forma që të bëhet i prekshëm dhe i dukshëm nga ne, se Shpirti i Shenjtë nuk është pullum, por është person i cili shfaqet në forma njerëzore që tregoj që ai është dashamirës me ne, dashu si pullumbi rrim midis njerëzve bën fole dhe Shpirti i Shenjtë rrin në zemrat tona dhe bën fole atje. Kjo është ai kuptimi që the. Kuptimi. Miran, sot shumë njerëz ndjen bosh shpirtërisht edhe pse kanë gjithçka materiale. Si mund të bëjmë ose çfarë këshillash mund t'i japim që njerëzit në përgjithësi të afrohen pranë Zotit dhe të ndjejnë mbi ta hirin e Krishtit? Po, ky është një nga problemet e shoqërisë sonë. Ka një boshlik shpirtëror ose vakum shpirtëror, si mund ta shprehim. Kjo ndodh sepse qenia njerëzore nuk është qenie e rastishme evolucioniste, siç thotë teoria e Darwinit, një teori utopike, por është një krijuar drejt për drejt nga Perëndia, sipas ikonës Perëndisë dhe ngjashmëri. Duam apo s'duam neve, përvoja na i tregon këtë. Pse? Qose njeriu do ishte një kafshë evoluar, që vim nga majmuni, atëherë njeriu do ndjej i lumtur vetëm me gjërat materiale. Domethënë, të gjithë të pasur duhet ishin të lumtur. Pavarësisht se të pasurit që i kanë gjithçka duken të lumtur, në të vërtetë nuk janë të lumtur. Sepse ne shikojmë që brenda jetës tyre personale ka shumë tragjedira dhe ka probleme të mëdha psiqike, shoqërore, psikologjike, deri në sa atyre u mërzitet dhe jeta dhe ka dhe suicid brenda tyre. Ose edhe këto përdorimi narkotikëve, drogave, është që ata nuk i pëlqen ky realitet, se kërkojnë diçka tjetër. Që do të thotë, atë që ka thënë Shën Agustini, filozof dhe ati kishës, që zemra e njeriut është krijuar nga Perëndia që të mbushet me Perëndin. Dhe nëse njeriu nuk mbushet me Perëndin, njeriu do jetë gjithmonë në kërkim. Sepse kërkon të mbushi zbrazësinë e tij. Por këtu gënjehet, atëherë njeriu mendon se këtë zbrazësi që e mbush vetëm Perëndia mund ta mbushin gjërat materiale. Dhe është si një kosh që s'ka fund, që ti hell aty dhe të gjitha humbasin dhe kërkon dhe kërkon. Të kërkosh nuk është gabim. Po çështja është çfarë kërkon që të përmbushesh. Prandaj, kërkimi është natyrë e jetës njerëzore ose gjithë njeriu i krijuar për të kërkuar Zotin.
Prandaj dhe kisha nxit që neve të ndryshojmë drejtimin e kërkimit, të kërkojmë, po do të shkojmë tek Zoti. Kur neve gjejmë Zotin dhe kur Zoti vjen tek ne nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë, atëherë njeriu përmbushet. Shlirohet nga kjo zbrastësi dhe shlirohet nga gjithë ky stres për të grumbulluar sa më shumë të mira materiale. Dhe jeton thjesht në mënyrë të përkohur. Këtë e shikojmë në jetët e shenjtorëve, të cilët ata vinin shpesh edhe nga familje shumë të pasura. Që i kishin të gjitha, por nuk ishin të lumtur, ishin të zbrazur. Kur ata bashkoheshin me Zotin, nëpërmjet misterëve të kishës, të mbushur me Shpirtin e Shenjtë, i linin të gjitha këto dhe jetonin shumë thjesht dhe ishin gati të sakrifikonin të gjitha, sepse ju mjaftonte Zoti. Kjo është arsyeja për shembull që ti je i krishter, është një paradoks që ti jesh një njeri që kërkon pasuri. Jo se pasuria në vetvete është e keqe, por ne nuk mund t'i japim gjithë energjitë për pasurinë, se ne na mjafton Zoti dhe marrim ato që janë të domosdoshme, ose si thuhet buka e përditshme, gjërat e nevojshme. Të tjerat janë të tepërta ose ndajmë me të tjerët, sepse ne jemi plot, jemi të mbushur me Shpirtin e Shenjtë. Prandaj, zbrazësia e natyrës njerëzore mbushet vetëm nga Perëndia. Atëherë ai funksionon si një qenie normale njerëzore dhe ndahet nga kafsha që është krijuar vetëm të konsumojë dhe të grumbullojë materjen. Tani do më thuash disa hapa konkret që mund të ndjekin njerëzit për t'u afruar më shumë me besimin. Dhe pjesa e hirit Perëndis, a vjen gjithmonë dhe qëndron tek ne, apo në periudha të ndryshme neve ai largohet nga ne dhe çfarë bëjmë ne gabim? Pra, shiko, Shpirti i Shenjtë vepron në mënyrë mistike, të padukshme. Kjo paqja e brendshme. Po, siç thash, folëm një nga prezenca ose shenjat e prezencës së Shpirtit të Shenjtë është paqja. Dhe paqja është dhuratë e Shpirtit të Shenjtë. Krishti kur u ngjall, i tha apostujve, merrni paqen. Jo paqen që e bote, por paqen time. Dhe kjo është paqja e Shpirtit të Shenjtë. Sepse Krishti ishte mbushur 100% me Shpirtin e Shenjtë. Pra arri komplet plotësia e Perëndisë tek ai. Kurse te ne rri me mas. Sa ne i bëjmë vend, sa i bëjmë shtëpi, kur i thonë. Dhe sa hapim atë për masat e zemrës, të dhomës së brendshme të shpirtit. Kështu që e para njerë besimi është dhuratë e Shpirtit të Shenjtë. Kështu që të gjithëve ju jepet kjo dhuratë. Por çështja është sa njerëzit e vënë në punë këtë dhuratë ose e shumëfishojnë këtë dhuratë. Prandaj, duhet njeriu të formoj besimin dhe të shtoj besimin në bashkëpunim me Shpirtin e Shenjtë, ose i themi ne sinergjia, që Shpirti i Shenjtë na nxit të besojmë tek Zoti, që është për te dhe arsyes tonë, dhe neve duhet t'i bëjmë vend Shpirtit të Shenjtë që të shtohet besimi. Prandaj, besimi është diçka që jepet dhe shtohet në bashkëpunim me njeriu. Si bëhet? Nëpërmjet lutjes. Lutja është karburant për besimin. Pra, besim mund ta imagjinojmë si një zjarr dhe lutjen si shkarpa ose karburanti, si mund ta shprehim ne sot që jetim të zjarr që mbajmë gjithmonë të ndezur. Dhe plus studimi i Shkrimit të Shenjtë. Fjalët që ta Zoti janë fjalë jete. Fjalë nga Shpirti i Shenjtë. Kur ne lexojmë Shkrimin e Shenjtë, nuk po lexojmë një roman, por lexojmë fjalët të frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, dhe këto fjalë i merr Shpirti i Shenjtë, i fut brenda psikikës sonë dhe ato e transformojnë jetën tonë. Plus zbatimi i porosive të Perëndis, që tha Krishti. A duke zbatuar porositë e Krishtit, ne bëhemi si Krishti dhe mbushemi si Krishti nga Shpirti i Shenjtë. Dhe kështu rritet besimi, rritet prezenca e Shpirtit të Shenjtë dhe ndryshon gjithë qenia jonë njerëzore. Domethënë, këto janë disa hapa që na jep kisha, por e rëndësishme është marrja e mistereve të kishës. Misteret e kishës janë kanalet të hirit të Shpirtit të Shenjtë. Dhe këto e bëjnë të mundur që Shpirti i Shenjtë të kontaktojë me ne ose të qëndrojë brenda nesh. Prandaj, po nuk bëjmë jetë misterore brenda kishës, ne mbetemi periferik dhe nuk mbushemi me Shpirtin e Shenjtë. Prandaj duhet besim, lutje dhe kishërim. Këto pastaj e na krijojnë gjithë kushtet që Shpirti i Shenjtë të vijë tek ne dhe të na mbush me prezencën e tij. Dhe ndryshon, transformohet gjithçka. Si për shembull, ndryshe është kur nuk ka diell. Natyra ekziston,
por nuk e ka atë bukurinë, atë ngrohtësinë, atë ndriçimin dhe shkëlqimin. Ndryshe kur del dielli, kështu është edhe te një njeriu. Kur vjen Shpirti i Shenjtë, që është dritë për dritë, zjarr për zjarri, prandaj erdhi dhe mbi apostujt si gjuhë zjarri, ai transformoi gjithë qenien tonë, por jo vetëm qenien tonë, por mënyra se si ne shikojmë botën dhe marrëdhënien me njëri tjetrin. Pra ndryshon gjithë realiteti. Prandaj këtë kuptojnë ata që kanë eksperiencën ose kanë përjetuar Shpirtin e Shenjtë brenda tyre. Kurse të tjerë pastaj mbetet thjesht një filozofi retorik boshe, sepse ata jetojnë në atë habitatin e errësirës dhe nuk duan të dalin drejt. Me thënë, e kanë jetuar disa njerëz dhe disa e kanë përjetuar praninë e Shpirtit Shenjtë, por në fakt, për shembull, kur dalim nga kisha ose nga biseda të tilla që neve na frymëzojnë dhe na bëjnë të ndihemi shumë mirë në paqe me veten, ne përballemi me shumë probleme atje jashtë. Po, është ruajtja e Shpirtit Shenjtë. Pikërisht. Do me thënë, Shpirti i Shenjtë nuk vjen pa respektu lirinë tonë. Pra, si tha dhe Krishti, unë trokas. Qose ti hap portën e zemrës, unë do vit te ty. Do a dark me ty e ti me mua. Edhe Shpirti i Shenjtë vjen brenda lirisë son. Pra nëse ne besojmë te Krishti, bashkohemi me Krishtin, bëhemi krishter, vjen Shpirti i Krishtit brenda nesh. Kupton? Dhe neve jetojmë jetën e Krishtit. Por kjo është brenda lirisë. Nëse ne shmangemi nga jeta e Krishtit, fjalët, porositë, atëherë Shpirti i Shenjtë largohet nga ne. Dhe ne mbetemi pasaj qenie njerëzore. Por njeriu është në vetvete si një ndërtuar, si një enë që duhet mbaj brenda vetes. Ka potencialin për të mbajtur. Atëherë njeriu nuk mund të rrinë në një zonë neutrale. O do mbushet me hirin e Shpirtit të Shenjtë, o do mbushet me shpirtin e djallit. Edhe prandaj nuk ka zona neutrale. Kështu që sa që ne i afrohemi Krishtit dhe imitojmë Krishtin, Shpirti i Shenjtë na mbush. Sa që ne distancohemi nga Krishti, i kthejmë krahët Krishtit, atëherë Shpirti i Shenjtë largohet dhe ne mbushemi me një energji tjetër negative. Dhe kjo bën atë procesin që kemi. Prandaj tha Krishti, ruani nga brumi i farisejve, që është hipokrizia. Hipokrizia do të thotë që unë të dielën jam me Krishtin, po ditë e javës jam me botën. Kjo nuk është rrugë e krishterë. Kjo është hipokrizi. Pra, ne nuk mund të bëjmë si shenjta brenda kishës, dhe sapo dalim nga kisha, bëhemi si bota ose bëjmë mëkesë edhe paganët. Kështu që duhet kemi kujdes. Është ajo që thuhet liturgjia mbas liturgji, që e tha edhe kryepiskop Anastasi, ka thënë që vazhdon marrëdhënia me Krishtin, jo vetëm brenda kishës, por dhe jashtë kishës, sepse ne kemi shpirtin e Krishtit brenda nesh. Por gjithmonë pa dhunuar lirinë tonë. Dhe liria, themi dhe këtë, sepse duhet njerëzit ta kuptojnë, është një dhuratë e Zotit, dhuratë e Shpirtit të Shenjtë, por është një privilegj që ka një kostë shumë madhe, varet se ti e përdor. Prandaj, nëse gjendja jonë emocionale, shpirtërore, shëndetësore ndryshon për keq, nuk është fajtor Perëndia. Po jemi ne fajtor se jemi shmangur nga rruga e Krishtit, nga porositë e Krishtit dhe kemi përzën Shpirtin e Shenjtë. Frika që ne vendim në përditshmëri, pasiguritë e përditshme që na rrethojnë, ai largojnë Shpirtin e Shenjtë? Ka dy lloj frikësh. E para është frika e mirë. Frika e Perëndisë është fillimi i diturisë. Do me thënë që ne besojmë se ekziston një Perëndi, që jo vetëm ekziston si krijues, po është edhe gjykatës me drejtësi. Kjo është frika e mirë. Dhe nga kjo frikë tash, nga mungesa e dashurisë, neve ruhemi nga mëkatet. Po kemi edhe një frikë të keqe, që vjen kur humbet frika e Perëndisë, rritet kjo frika e keqe. Kemi frikë nga fenomenet natyrore, kemi frikë nga njerëzit, kemi frikë dhe nga vetvetja, sepse jetojmë në një ambient frike për shkak se ne kemi ikur nga marrëdhënia me Perëndin, që largon frikën. Prandaj edhe Krishti tha mos keni frikë, jam unë. Dhe futemi në marrëdhënie frike, marrëdhënie demoniake, të cilët kanë frikë Zotin, dhe ata na injektojnë dhe ne këtë frikën e keqe, se Zoti është një gjykatës, por na fusin dhe frikëra, të cilat nuk janë dhe logjikshme. Njerëzit kanë dhe frika për gjëra që nuk duhet të kesh frikë. Pastaj kjo kthehet në patologji. Është një tallje demoniake. Kështu që varet çfarë frikë ke. Por kur ke frikë Zotin,
iket frika e keqe. Dhe kur mungon frika e Zotit, futet frika e keqe. Në fund të 50 ditëve të Pentekostis, çfarë ndryshon? Miron, dhe nëse një ri po shikon këtë intervistën tonë dhe do të nisi një rrugëtim shpirtëror, cilat janë hapat që duhet ndjeki? Patjetër shiko, ne kremtojmë në kish ngjarje që kanë ndodhur. Shpirti i Shenjtë nuk është se vjen mbas 50 ditësh që u ngjall Krishti. Shpirti i Shenjtë është në kish. Por neve tani përjetojmë atë ngjarje, e rikthejmë prapë në kohë dhe në hapësirë që të hymë brenda asaj atmosfere, siç edhe apostujt u përgatitën për të pritur Shpirtin e Shenjtë me lutje, dhe që Shpirti i Shenjtë zbriti me ata fuqi. Shpirti i Shenjtë ka zbritur tek neve kur jemi pagzuar, kur kemi marrë mirosjen, dhe është tek ne. Por rri për të rihet. Sa që ne kryem këto të kremte, dhe në ditën e Pentekostis në një farë mënyre ndodh një Pentekosti tjetër në kish, por ndodh tek secili për nesh sa ne jemi të hapur ndaj zbritjes së Shpirtit të Shenjtë, dhe ne sa bashkë punojmë me Shpirtin e Shenjtë. Dhe ku një person për shembull na dëgjon neve, patjetër që duhet i besoj këto nuk janë retorik, nuk janë sajesa për të gudulisur veshën, janë realitete që kanë ndodhur, dhe kjo shikohet në ndryshimin e jetës njerëzve. Mënyra më e mirë për ndikuar te një njeri nuk janë fjalët, është mënyra e jetesës. Por secili për nesh, kur është bërë besimtar, ka pësuar një ndryshim. Sa do i vogël që të jetë, ka një ndryshim. Nuk është ai që ka qenë pa besim, që jetonte thjesht vetëm nga ana instiktit, thjesht merr jetën ashtu si të vi. Secili për nesh ka filluar ta mendoj mënyrën e jetesës, qëllimin e jetesës, dhe ka ndryshuar dhe cilësinë e jetesës. Kjo ka amplituda të ndryshme. Por kur të tjerë shikojnë tek ne një ndryshim, atë thonë që këto fjalë nuk që nga thjesht fjalë, janë realitete. Prandaj kemi shembujt e shenjtorëve. Kjo është arsye që mbas Shpirtit të Shenjtë kisha feston ditën e gjithë shenjtorëve. Sepse ka një lidhje që Shpirti i Shenjtë transformon jetën e njeriut dhe e bën të ngjashëm me Perëndin. E shenjtëron. Prandaj, edhe mënyra më e mirë për të ndikuar tek njerëz të tjerë është të jetojmë në frymëzimin e Shpirtit të Shenjtë. Të kemi frytet e Shpirtit të Shenjtë, dashuri, gëzim, paqe, zemërgjërsi, ëmbëlsi, mirësi, besim, vetëpërmbajtje. Kur i kemi këto, edhe neve ndryshojmë cilësinë e jetës, por dhe të tjerët, kur shikojnë tek neve, edhe ata reagojnë dhe i afrohen Zotit edhe kishës.